shpall në seancën plenare. Gabimisht Taulan Balla, në vend që të shkruante tek grupi parlamentar i PS-s në WhatsApp, ngatharon grup dhe shkruan te grupi i konferencës së kryetarëve në Kuvend dhe urdhëron gjithë drejtuesit e komisioneve të veta që të kujdesen për të sjellë menjëherë në sallë deputetët e Partisë Socialiste, sepse skenari ishte ndërtuar që do ndërprisnin debatin, se s'duan debat as për ligjin e mbetjeve, se s'duhet flasin për 430 milion euro që i kam vjedhur si një bandë kriminale me inceneratorët dhe duan ta shndrojnë Kuvendin në Memec. Ta harrojnë që mund ta nënshtrojnë Kuvendin, mund të nënshtrojnë deputetët e opozitës, mund të shkallmojnë kushtetutën dhe rregulloren e Kuvendit. Le të vazhdojnë me skenarin, ne do të reagojmë në çdo seancë. Sa herë të shkelet rregulloria e Kuvendit, ne do të reagojmë. Le të shkojmë tek skenari që në Kuvend s'ka më debat, dhe ta marrë vesh të gjithë bota që ky është Kuvendi i Shqipërisë, vendit që pretendon se do antarësohet në Bashkimin Evropian në vitin 2030. Po pra se kjo është ideja, kthehemi gjithmonë te pyetja, ja vlen opozita të vijë dhe të rrinë në sallën e Kuvendit.